Kanë privu nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor Rështer Muhamet Lika, dëgjohet një zë duke thënë: bravo Ek. Jam plotësisht i pafajshëm. Prokuria themelore në Ferizaj ka ngritur aktakuz kundër të banderëve Haki Bega, Rion Murati, Batan Qopa, Edmond Lika, me tot 01 prill 2025, rrethorës 23 në Kaçanek, në rrugën Idris Seferi, përkatësisht në kotin e dytë të hyrjes së ndërtesës në bashkëveprim me të mitrin me dashje dhe përgatitje paraproke, kanë privu nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor Rështer Muhamet Lika në atë mënyrë që derisa viktima ka përfunduar orën e punës në detyrë zyrtare dhe gjatë rrugës për në banesin e tij ishte përcjell në vazhdimsi nga të pandehurit dhe i miturit deri te hyrja banesës së tij, ku i panderi Hake, pasi që kishte qëndruar në lokalin e tij Aksa, prej aty nisët për në drejtim të stacionit policor dhe përcjell viktimen Muhamet Lika prej momentit të daljes nga stacioni policor e pastaj viktima vazhdon drejtim të banesës, ndërsa i panderi Hake vazhdon drejtim të rrugës Uçekën për 20 metra dhe më pastaj pas 30 sekundave kthehet drejtim të viktimës. Në vazhdim, të panderit Shkëlqim Kuka dhe Edmond Lika në rrugë vëzhgojnë rrugtimin e viktimës. Pasi që kishin parkuar veturën Opel Astra, ngjyrë e bardhë dhe vëzës Shkëlqim Kuka dhe pasagerët Edmond Lika, ofër stacionit policor, dhe në momentin që kalon viktima për rreth veturës në drejtim të banesës së tij, nga vetura del pasageri Edmond Lika dhe hip në veturën e tij Golf 2, ngjyrë e katërt, duke vozitur në drejtim me drita të pikura dhe duke vazhduar në rrugën një drejtimshë, duke përcjell viktimen në drejtim ka lëvizur. Ndërsa i panderi Shkëlqim në veturën Opel Astra, nga ky moment merr veprimin dhe vazhdon duke shkuar ofër vendit të ngjarjes. Viktima vazhdon rrugtimin pastaj në rrugën Idris Seferi, ofër hyrjes së banesës së tij, i mituri vazhdon duke përcjellë viktimen brapa, i cili hyn në hyrjen e banesës së tij dhe menjëherë pas viktimës i mituri hyn pas tij në hyrjen e objektit banesës. Me takuar të ndjerin, ka shënë drejtim të tij me anë zjarri dhe kthehet me vrap mbrapa nga kishte ardhur pas kryerjes së vrasjes, duke ikur në drejtim të lokalit Dugaxhini, ku bashkohet me të pandehurin Rion Murati, i cili kishte qenë duke pritur dhe së bashku me vrap largohen përmes rrugës Medit Dalloshi, ndërsa derisa ishin duke evakuar i mituri dhe i pandehuri, dëgjohet një zë duke thënë: bravo Ek. Ndërsa pas vrasjes i pandehuri Haki Bela, rreth 14 minuta mbrapa vrasjes vjen në vendin e ngjarjes dhe pas 2 minuta largohet prej aty, me të cilën në bashkëhyrje kanë kryer veprën penale, vrasje e rëndë me dog 01 prill 2025, rreth 23, e kanë ndihmuar të miturin nga ratisët. Pas kryerjes veprës penale të vrasjes së rëndë, në bashkëhyrje duke planifikuar përcjell lëvizjen e viktimës Rështer Muhamet Lika me dog 1/4/2025, rreth 23, i mituri ka kryer veprën e vrasjes në bashkëhyrje, duke u ndihmuar edhe nga të pandehurit Haki Bela, Rion Murati, Batan Qoka, Edmond Lika, Shkëlqim Kuka, ndërsa i pandehurit Yaman Gashi, duke e strehuar në shtëpinë e tij, e kanë ndihmuar duke i ofruar ndihmë në ushqim dhe gjëra tjera dhe në shmangjen e zbulimit dhe arrestimit përmes fshirjes në shtëpinë e tij. Haki Bela, a ndjesh fajtor për këtë vepër penale apo nuk ndjesh fajtor? E di që është seancë fillestare, nëse ka mundësi disa fjalë me folë lidhje me atë akuzën. Me çështje fillestare, është deklarimi lidhje me fajësinë pa fajësinë. Në shqyrtim gjyqësor do të kesh mundësi të gjesh. Kam bërë plotësisht atë akuzën dhe jam plotësisht i pafajshëm. Ulur. Rion Murati e pranon fajësinë apo nuk e pranon fajësinë? Ulur. Batan Qoka e pranon vajsin apo nuk e pranon vajsin? Ja s'më e pranon se jam i pafajshëm. Ulur. Edmond Lika pranon vajsin apo nuk e pranon? Pafajshëm. Ulur. Shkëlqim Kuka. Plotësisht i pafajshëm. Ulur. Yaman Gashi. Plotësisht i pafajshëm. Ulur.